Procesi i rinumërimit të rreth 500 kutive të votimit në Tiranë po vazhdon me ritme të ngadalta dhe tensione të forta politike. Partia Demokratike po përballet me një humbje të thedhuar të votave, ndërsa Partia Socialiste dhe Nisma Shqipëria bëhet vijon të afrohet në garë. Deputeti i Partisë Demokratike Aslan Dojani ka reaguar ashpër kundër vendimit të Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve për të konsideruar si të pavlefshme fletët e votimit që kanë shenja jashtëkutisë së përcaktuar. Ai akuzoi procesin për manipulim dhe tha se do të kallëzojë rastin në SPAK, duke publikuar dhe video që sipas tij provojnë vjedhjen e votave. A dhe shite se e qartë? Ashtë më ruhet për policinë parë, a dhe shite e pa qartë vota, vjetë vota tjere në sërët policinë. Po mu për presion me policinë. Vjedhni vota! Hajtuto! Nuk është herë e parë, gjitha të vota më keni vjedhë dhe tani. 4-5, 4-2, 4-5, në të gjitha kutit e votimit. Do të rejmë ose taldi me votat e qytetarëve. Sepse kemi ditë e natë që rrimë tu. Hajde shime si ka shprej vullnetin. Hajde shime si ka shprej vullnetin qytetari. Nga ana tjetër, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kandidati i Partisë Demokratike që ka humbur më shumë vota është Ilir Ali Mehmeti, ndërsa ka Partia Socialiste, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha po humbet gjithashtu vota në rinumërim. Koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës rezulton si fitues kryesor në procesin e rinumërimit. Pavarësisht këtyre luhatjeve të numërimit të votave, deri më tani nuk ka mandat që të rrezikojë humbjen sipas rezultateve të deritanishme. Seanca e rinumërimit po zhvillohet në Pallatin e Sportit Varie Hoti në Tiranë, ku një numër i konsideruar shumë votash është padhur i pavlefshëm. Procesi pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim, ndërsa tensionet politike dhe pretendimet për manipulim mbeten të larta, duke paralajmëruar një përplasje të mundshme ligjore.